As nuk bëhet fjalë, edhe unë kam 3 muaj e gjysmë që kam kërkuar informacion në Bankën e Shqipërisë për skandalin e mikrokredive dhe nuk çojnë përgjigje. Nuk çojnë përgjigje. E njëjta gjë vlen edhe për interpelancat. Kam kërkuar interpelancë me ministrin e arsimit për dhunën në shkolla në fillim të dhjetorit. Nuk kemi përgjigje, shënohen aty poshtë në planin e punës së kuvendit dhe nuk e kuptojmë se kur do i bëjmë këto. Do të kuptojmë që ka një rregullore që kërkon 3 javë të bëhet, pikërisht se interpelanca ka të bëjë me aktualitetin. Ndryshe çfarë kuptimi ka? Gjithashtu, në lidhje edhe me projekt vendimin për sa i përket komisionit të posaçëm. E kam edhe një thirrje këtë për kolegët e opozitës. Duam të kuptojmë. Tani, do bashkëpunohet apo jo me Ramën? Unë nuk e kuptoj se si mund të ulesh me Ramën kur Rama të kërcënon, kam numrat edhe nuk pyes për ty. Edhe i lutemi Ramës tani që na pritne në komision. Është e pamundur që me këtë kryeministër, ku ka këtë dhunë kartoni, të negociosh dhe bësh reforma të mëdha. E pam reformën e Ramës të 2015 të pushtetit lokal, se çfarë ndodhi? Pushteti lokal është në gjendjen më të rëndë të mundshme. Dhe ne nuk mund ta tolerojmë këtë gjë. Faleminderit. Atëherë, për shqetësimet tuaja, interpelanca që ju keni kërkuar është planifikuar për datën 12. Nisma juar për ndryshimet në kodin rrugor është dhe një nismë qeverisë për ndryshime në kodin rrugor, kështu që janë përfshirë në program dhe komisionet mund të fillojnë shqyrtimin sipas komisioneve përgjegjëse dhe komisioneve për dhënie mendimi. Atëherë fjalën e ka kërkuar zoti Shehaj. Për procedurë, zoti Shehaj? Po, zonja nënkryetare, faleminderit për fjalën. Tani, zonja nënkryetare, unë nuk e di nëse vlen apo s'vlen kushtetuta e Shqipërisë për ju. Kjo është kushtetuta e Shqipërisë. Neni 80 i kushtetutës së Shqipërisë, zonja kryetare, thotë që kryeministri dhe çdo antar tjetër i Këshillit të Ministrave është i detyruar të përgjigjet interpelancave dhe pyetjeve të deputetëve brenda 3 javëve. Tani, kam kërkuar një interpelancë në korrik të 2023-shit me Belinda Ballukun. Para 2 vjetësh, 2, zonja kryetare. Kushtetuta thot 3 javë. Unë nuk e kuptoj ku e gjeni kurajon të vini këtu dhe të bëni sikur s'ka ndodhur asgjë. Tani unë e kuptoj shqetësimin tuaj. Doni të lejoni që Belinda Balluku të vazhdoj të abuzoj me fondet, me parat e qytetarëve shqiptar. Dhe nuk pyesni as për kushtetutën, as për kërkesën për arrestim të Belinda Ballukut, as për kërkesën për pezullim të Belinda Ballukut. Ky është një skandal i vërtet. Vazhdoni flisni për gjithçka, po vetëm për një gjë nuk flisni. Si të mbrojmë paratë e qytetarëve shqiptar nga ajdutët, nga abuzuesit. Ky është problemi, zonja kryetare. Është turp që të mbani pezull një interpelancë 2 vjet. Ndërkohë, zëvendës kryeministri çfarë bën? Vazhdon dhe firmos. Vazhdon dhe firmos abuzimet e radhës së qeverisë. Duhet t'i jepni fund mbrojtjes së Belinda Ballukut. Duhet t'i jepni fund vjedhjeve të parave të qytetarëve shqiptar. Mjaft më. Nuk mund të shkelni kushtetutën. Nuk mund të shkelni premtimin që ju keni bërë qytetarëve shqiptar, që do punoni për ta, që paratë e tyre nuk do t'i vidhni, po do t'i harxhoni për spitale, për arsim, për infrastrukturë. Nuk mund të vazhdojnë në këtë mënyrë. 2 vjet një interpelancë me Belinda Ballukun. 2 vjet, Belinda Balluku nuk e di do jetë apo s'do jetë më zëvendës kryeministre. Nuk e di do jetë apo s'do jetë më deputete e këtij kuvendi. Ndërkohë ka një interpelancë 2 vjet, zonja nënkryetare. Kushtetuta e Shqipërisë, neni 80, brenda 3 javëve. Ju keni 2 vjet. 2 vjet që mbroni Belinda Ballukun. Është turp. Zoti Gogu, keni kërkuar fjalën. I nderuar deputet,
nëse nuk gaboj, shërbimet e kuvendit mundet ta nxjerrin që seanca që ju keni kërkuar, interpelanca që ju keni kërkuar, ishte planifikuar diku në fillim të nëntorit, një seancë në mos gaboj në 13 nëntor, një gjë e tillë, ku zëvendës kryeministja është paraqitur për interpelancën, ndërsa ju zgjodhët të mos vinit. Dhe për sa mbrojmë apo nuk mbrojmë, kam përshtypjen që e ke parë gjithmonë kur ke dalë aty përballë zëvendës kryeministres, kështu që mos të vazhdojmë për këtë politikën e rrillsave që ti bën edhe programin e mëngjesit. Faleminderit. Atëherë, për një njoftim për të gjithë kolegët deputet që kanë kërkuar interpelanca, ne do të vazhdojmë me rendin e ditës dhe do të miratojmë kalendarin ku janë të përfshira edhe interpelancat që keni kërkuar ju. Zoti Sheaj, uluni ju lutem dhe më lejoni që të vazhdoj me njoftimin e kalendarit dhe të programit në të cilën janë të përfshira dhe interpelancat e kërkuara nga deputetët. Jo, zoti Sheaj, sepse replika dhe fjala juaj që kërkoni nuk ka lidhje fare me rregulloren e kuvendit. Ju lutem uluni. Atëre, ju njoftoj se në kuvend gjatë kësaj jave janë depozituar një akt nga Këshilli i Ministrave, një nisëm deputeti dhe 2 kërkesa për seancë pyetjesh. Titullin e çështjes së depozituar e gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet e depozituara e gjeni në sistemin i parlament dhe në faqen zyrtare në kuvend. Ju njoftoj se në datë 29 janar u mblodh konferenca e kryetarëve për të shqyrtuar projekt programin e punës për periudhën 9 shkurt 20 mars 2026 dhe projekt kalendarin e punimeve të kuvendit për periudhën 9 deri 27 shkurt 2026. Në konferencën e kryetarëve nuk pati mirë kuptim lidhur me projekt programin dhe projekt kalendarin e punimeve të kuvendit. Në bazë të nenit 26.6, nenit 27.4 të rregullores, kur në konferencën e kryetarëve nuk arrihet mirëkuptim për programin dhe kalendarin e punimeve, kryetari i kuvendit e harton vetë atë dhe ja paraqet për miratim kuvendit në seancë plenare. Programi automatikisht bëhet 3 javor. Kuvendi vendos me votim të hapur miratimin e programit dhe kalendarit pas diskutimit për një folës pro dhe një folës kundër. Kush e do fjalën për pro? Ju lutem, e do njëri fjalën për pro në lidhje me programin dhe kalendarin? Jeni dakord? Kush është pro? Fjalën kundër? Po. Zonja Zhupa, keni fjalën. Faleminderit në kryetare. Fakti që ju nuk flisni për pro, flet shumë edhe për projekt kalendarin që keni hartuar. Në fakt, opozita në konferencën e kryetarëve ka mbajtur një qëndrim të qartë sepse nuk e ka miratuar këtë projekt kalendar. Së pari sepse ky kuvend ka refuzuar të pranoj një kalendar tjetër, kalendarin për mbledhjen e Këshillit të mandateve. Ky kuvend në një mënyrë të paprecedent dhe pa u bazuar në asnjë rregullore, nuk e mbledh Këshillin e mandateve dhe kur e kërkojnë 5 anëtar të Këshillit të mandateve në paritet të plot me majorancën dhe sipas rregullores së kuvendit. Nuk e mbledh atë as kur e thret vetë kryetari i kuvendit, njofton datën 28 janar dhe më pas e shuan një vendim me një SMS, në cilin parlament një vendim, një urdhër i shpallur, një mbledhje e thirrur shuhet me një SMS, në cilin parlament kur 5 antar të Këshillit të mandateve kërkojnë sipas rregullores dhe depozitojnë kërkesë për të futur një mbledhje e Këshillit të mandateve për të shqyrtuar kërkesën e SPAK-ut për imunitetin e zëvendës kryeministres, kuvendi nuk e zbaton. Kjo duhet ishte çështja themelore e kuvendit. Alibia e Partisë Socialiste se me demek po presin gjykatën kushtetuese, a thua se ne në gjykatë kushtetuese kemi çështjen e imunitetit të një deputete, tregon qartësisht që është thjesht
përdorja e parlamentit si një mbrojtëse për interesat e qeverisë. Në gjykatën kushtetuese të nderuar koleg, nëse ju kanë gënjur, nuk ka asnjë çështje që gjykon imunitetin e një deputeti. Në gjykatën kushtetuese nuk ka asnjë çështje që lidhet nëse duhet japi autorizim apo jo kuvendi për imunitetin e një deputeti. Në gjykatën kushtetuese ka një çështje për një antar të Këshillit të Ministrave, për funksionet e veta si antare e Këshillit të Ministrave, si zëvendës kryeministre dhe si ministre. Ka një çështje midis Këshillit të Ministrave, ku kuvendi sigurisht do të japi qëndrimin e vet, por nuk ka asnjë lidhje me atë që ne do të shqyrtojmë. Dhe askush nga ne nuk ka kuptuar se shlidhje ka edhe nëse pezullohet, edhe nëse nuk pezullohet me vendimin për imunitetin. Na iluminoni ju. Nëse pezullohet, ja jepni imunitetin, apo nëse nuk pezullohet, nuk ja jepni, çfarë keni vendosur? Si është kjo lidhje imagjinare që keni krijuar midis vendimarrjes së gjykatës kushtetuese për një çështje të një antari të Këshillit të Ministrave dhe vendimarrjes së kuvendit për imunitetin e një deputeti? Kur ju kuvendin e ktheni si një zyrë paradhon të kryeministrisë që duhet bëj urdhrat që ju vinë me SMS, sigurisht që kjo opozit nuk do ta votoj kurrë një kalendar, nuk do ta votoj kurrë një program me ju, nuk do të vendosni ju agjendën e kuvendit që mos tjetë një agjendë që i përgjigjet interesit qytetarëve, sepse interesi qytetarëve sot është që asnjë i korruptuar të mos ketë imunitet. Interesi qytetarëve sot është që drejtësia të veprojë. Interesi qytetarëve sot është që investimi që kanë bërë partnerët ndërkombëtar, që ka bërë ky kuvend me 140 vota, të shkojë dhe mos përplaset me pushtetet e tjera për t'i dhënë mburoj politike njërit apo tjetrit. Patjetër që cili do nga ne, cili do nga qytetarët shqiptarë që mund t'a pyesni, dihet në rrezik kur fondet publike vazhdojnë dhe menaxhohen nga njerëz të cilët drejtësia thot se i vjedhin, të cilët drejtësia thot se i abuzojnë. Rrugë që bien çdo ditë. Nuk ka një ditë që mos ketë lajm u rrëzua kjo rrugë, u qa ky tunel, ra a i malë se piu ujë, shpikje, do me thënë që nuk i kishim digjuar as në për filmat që thoni ju, piu mali ujë edhe ra rruga, do me thënë e strad nga ato që nuk ka perceptim njerëzor që i pranon, dhe vini këtu dhe thoni, hajde votojmë një projekt kalendar. Një projekt kalendar në fakt që dhe në vetë vete ka shkeljet rregullores. Se ja u tha kolegu juaj Braçe, nuk është që ju fusni seancat e pyetjeve përgjigjeve, interpelancat, kërkesat për mocion me debat, kur ju do qefi juve. Edhe a ju do apo nuk ju do qefi juve. Ato futen sepse janë detyrim në rregullore. Ato futen brenda 3 javëve kur janë normale. Ato futen në seancën pasardhëse kur janë urgjente. Mund na thoni ku është kërkesa e Partisë Demokratike për interpelancë me ministren e brendshme për gazin helmus që ju hodhën protestuesve të opozitës? Ku është? Ku është seanca e pyetje e përgjigje me ministren e brendshme? Si ka mundësi që çdo projekt ligj i deputetëve të opozitës lihet me 2, 3, 4, 5 muaj atje dhe projekt ligjet e deputetëve tuaj futen me korsit shpejt? Ju, kur shikoni projekt ligj të opozitës, keni vetëm një devizë. Do ta votojmë kundër, edhe nëse është pro interesit publik. Dhe tani keni shpikur dhe një metodë të re që fusni projekt ligje paralele të një llojta me ato që kemi propozuar ne, vetëm e vetëm për të mos miratuar projekt ligjin ton. Ja u them këtu dhe ja u deklaroj zoti Balla, me që je kryetari i grupit, merrni projekt ligjin tim për pagat e mësuesve, ndryshojini emrin, vini emrin e Manastirliut që ja u hoqi me VKM
në qershor të vitit 2024, vëreni dhe votojeni. Nuk dua emrin atje as kreditet. Dua thjesht të bëhet interesi i mësuesve, i Sindikatës Bashkuar të Arsimit Shqiptar, që ka shkuar kundër jush edhe në gjykatë kushtetuese, edhe do t'ju publikoj, nderuar koleg, se ju harroni, se shtoni dhe se ç'bëni, mbledhjet e Komisionit Edukimit, kur me pathos mbronit atë VKM që sot doni ta ndryshoni me ligj. Kur me pathos ish ministrja juaj e arsimit në Askov thoshte, kam bërë shumë mirë që ja kam hequr atë 50.000 lekshin, se i kam barazuar me nënpunësit e administratës publike mësuesit, se mësuesit nuk mund të quheshin me shkollë të lartë. Janë në proces verbal të datës 12 nëntor 2024 në mbledhjen e Komisionit Edukimit dhe mund të shikoni. Mua vjen mirë që do ta fitojnë betejën mësuesët, por më vjen keq që ky parlament përdoret gjithmonë dhe vetëm për interesa të mazhorancës. Përdoret gjithmonë dhe vetëm duke pasur dy korsi. Një korsi për qeverit dhe për deputetët e mazhorancës dhe një korsi e cila harrohet, e cila ngelet në zyrtarët e kuvendit, e cila votohet gjithmonë kundër. A thua se do të humni ndonjë kredit madh politik po votuat pro, sepse keni frikë të pranoni që opozita qëndron në interes qytetarëve. Dhe ajo, në fakt, që do duhet bëj ky kuvend, do duhet të ndjeki interesin më të lartë qytetarëve, të mbledhi menjëherë Këshillin e mandateve, të mbledhi pa vonesë dhe të shqyrtoj dhe të japi miratim për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres në mënyrë të tillë që drejtësia të veprojë, në mënyrë të tillë që provat mos prishen, në mënyrë të tillë që askush të mos vazhdojë të abuzojë me fondet dhe me interesin publik të qytetarëve shqiptar. Ky është interesi më i lartë i qytetarëve shqiptar. Një kuvend që të miratojë ligje për ta, një kuvend që të dëgjojë grupet e interesit dhe një kuvend që mos të shërbejë si mburoj politike, si garanci për të mos u hetuar, si garanci për të mos u arrestuar, si licencë për të bërë korrupsion, si licencë për të bërë klientelizëm, si licencë për të vjedhur fondet publike. Ky është një kuvend që nuk i shërben qytetarëve dhe ndaj qytetarët do t'ju përgjigjen në shesh. Ndaj qytetarët në 10 shkurt do t'jen atje, si sot java, ditën e martë, për të protestuar edhe kundër këtij parlamenti që shërben si mburoj politike për të korruptuarit e qeverisë. Shumë faleminderit. Të nderuar koleg, për të shfrytzuar rregulloren dhe për të mbajtur një fjalim politik, ju lutem shumë. Nuk është e drejtë edhe për në shfrytëzim të kohës. Në fakt, zonja Zhupa, në fakt unë duhet ju ndërprisja fjalën për shumë arsye. Dhe arsyeja kryesore është që ne në fakt duhet jemi në një kursi dhe kursia jone vetme e 140 deputetëve është integrimi në Bashkimin Evropian. Që në fakt ju nuk e keni fare në kalendarin tuaj. Dhe do t'ju thoja që nuk është fare e drejtë që ju të shfrytëzoni 10 minuta kohë të rregullores për kalendarin dhe mos t'jepni asnjë opinionin tuaj në lidhje me atë program dhe kalendar që ka lidhje vetëm me procedurën e përshpejtuar për të punuar më fort për integrimin në Bashkimin Evropian. Dhe nëse do të zbatojmë rregulloren dhe do të zbatojmë kushtetutën, do t'ishte shumë mirë që ashtu siç na kanë votuar edhe shqiptarët, të punojmë të gjithë bashkë dhe jo të mos kemi dakordsi edhe për kalendarin e punimeve në kuvend. Megjithatë, më lejoni të vazhdoj me rendin e ditës, duke hedhur në votim projekt programin dhe projekt kalendarin e punimeve të kuvendit për periudhën 9-27 shkurt të vitit 2026. Votimi është i hapur dhe me karton. Kush është pro?